E dini që thuhet se Jeffrey Epstein është gjallë dhe fshihet në Izrael? Po. Bile, ka dalë një dokumentar i ri ku flitet për një sër trapjantësh që në bërë tani kohët e fundit, transplantimi i fytyrës po flasim, ku sipas gjasave Epstein mund të ketë ndryshuar edhe fytyrën. Megjithatë, ka një video që ka nxjerrë tani dhe ka dalë publikisht nëse keni parë, një video ku Epstein është në Izrael me mjekër dhe flokë të gjata. Ndoshta është dikush që i ngjason shumë, por ishte kjo video së bashku me dy të tjerë, pra dy që e shoqëronin pas. Është një video e famshme tani sepse është bërë virale në rrjetet sociale, por doja t'ju flisja për të vetmen arsye se ato që po ndodhin përreth çështjes Epstein janë vërtet të çuditshme dhe po ju them se përse. Si gjithmonë kush është rastësisht dhe nuk e ka bërë ende, bëjni like faqes dhe videos që shihemi sërish dhe faleminderit për mbështetjen. Po përqendrohen shumë tek Epstein dhe nuk e kuptoj përse të përqendrohen te Epstein kur pjesa tjetër, me një fjalë ata që janë joshur nga këto vajzat e reja që i ofronte Epstein duhen arrestuar ose duhet hetuar mbi ta. Pra, le të themi bëri një rrëmuj kaq të madhe ky Epstein, një rrëmuj vërtet të madhe, sikur çdo gjë ishte e organizuar. Ndaj e hapa bisedën, sepse po ta shikoni, ishte shkaku Epstein që pastaj po flitet për gjithë këta të tjerët në mbar botën. Bile do t'ju them dhe një të fundit, është lajmi i fundit ku flitet për një grua që ka qenë ambasadore norvegjeze kjo në Irak. Dhe pse nga ato zonat andej kjo kishte lidhje me Epstein. Ç'është e vërteta, është gjetur në fajlet e Epsteinit që ai i kishte permtuar kësaj gruaje, pra ambasadores norvegjeze, i kishte permtuar $10 milion për fëmijët e saj. Dhe ajo bëri dorëheqjen, pra ka bërë dorëheqjen nga politika. Dhe pyetja është që pse pikërisht ajo? Pra, Epstein, duket sikur ai shkonte qëllimisht tek disa politikan për t'i vënë në pozitë të vështirë. Qoftë ata që i joshi, ata janë me kryq, pa diskutuar sepse janë në fajle, por qoftë edhe të tjerë. Tani, normal që këto na kanë treguar, janë këto fajle që na kanë treguar, por po sikur t'jenë shtuar pjesë të tyre ose t'jenë hequr pjesë të tyre të këtyre fajleve. Ne nuk dim sepse nuk kemi pjesë, nuk kemi parë nga afër se kush janë fajlet e vërtet, nëse janë vërtet këto fajlet apo jo. Sepse mund t'jenë edhe si thuhet, të kushtësuara ose ndoshta të manovruara. Doja të nënvizoja edhe faktin që në vitin 2005 u bë transplanti i parë i fytyrës në një grua franceze dhe ju bë totalisht, që i kishte kafshuar qeni. Dhe po thoshja që në vitin 2005, merreni me mend nga viti 2005 deri tani ka kaluar 20 vjet, po thuaj dhe çfarë teknologji ose çfarë avancimi ka bërë teknologjia, njëkohësisht edhe me inteligjencën artificiale. Pse po e them këtë? Sepse merreni me mend, për njerëzit normal, për njerëzit e thjesht, u faqe në vitin 2005 u bë transplanti i parë. Por po sikur më përpara të jetë bërë edhe herë të tjera transplanti që mos i njohim personazh, sepse mjafton që ti jesh një personazh shumë i njohur, të kesh lidhje politike, të pagosh para dhe ja e bëre transplantin. Dhe askush nuk të gjen më pastaj, sepse ndryshon çdo gjë, ndryshon dokumenta, ndryshon fytyrën, ndryshon çdo gjë dhe askush të gjen më. Tani, pse po e them këtë? Sepse po sikur sot, me një fjalë me teknologjinë që kemi, edhe sikur mos ishte vërtet që ai ishte Epstein, pra ai që kanë bërë video në dokumentarin që është bërë viral tani në kohët e fundit, të jetë bërë një transplant i fytyrës së tij dhe ai normal duke bërë transplant e fytyrës si do ta gjesh më. Tani, dikush nga këto, nuk e di e pa dokumentarin, por do t'ju them që në dokumentar flitet që Epstein nuk vdiq në vitin 2019, por ishte
në range-in e tij, pra në ishull, deri në vitin 2024. Në fakt, nuk është vetëm fakti që kanë gjetur atë që po thosh edhe para ca ditësh që kanë gjetur këto FedEx, me fjalë të shoqërisë FedEx. Çfarë janë? Janë ky shopping online. Me fjalë, ajo që ti, për shembull eBay apo Amazon, është e njëjta gjë vetëm që quhet FedEx. Dhe kjo, që është një për pako, përveç se është pako që si punë e postave, por është edhe online. Dhe Epstein, me fjalë në vilën e Epstein, dikush ka urdhëruar një pako. Dhe nuk është vetëm ky fakti që ja u treguar para pakosh, por fakti tjetër qëndron që kanë folur edhe në dokumentar. Bile tregohet që kanë disa prova që nuk duan t'i nxjerrin tani dhe po presin, dëgjojeni, po presin që në qoftë se dikush do t'i denoncoj këta që kanë bërë dokumentarin, do nxjerrin asin, para do nxjerrin këtë gjën e rëndësishme që kanë. Nuk dihet se çfarë, ndoshta kanë foto apo video. Megjithatë, në dokumentar flitet që edhe fotografia e Epstein se është vetëm një fotografi, nuk ka video. Ajo është shumë e çuditshme. Brenda një biruce, padyshim duhet ketë dhe video. Megjithatë, nuk e kanë nxjerrë vetëm një foto. Dhe në foto asnjë nuk ngjason fare Epsteinit fotoja. Dhe me këtë doja të nënvizoja që duke qenë ai që bëri të gjitha këto lidhjet me politikanë të famshëm dhe bëri gjithë këtë rrëmuj, ju si mendoni, mundet që ai të mos që të ketë vrarë veten, pse do ta vriste veten njëherë para? Dhe e dyta, në qoftë se ishte kaq i fortë, kaq kishte bërë gjithë ato sikur të ishte një program, pse duhet të vriste veten? Pra, kjo më bën të mendoj që mund të ketë qenë vërtet një agende, në qoftë se ai ka qenë një agent, ai sot jeton dhe është kthyer në Izrael sepse thuhet që ishte një agent izraelian. Megjithatë, në qoftë se kjo është apo s'është e vërtet, pak rëndësi ka. E rëndësishme është ajo që do ndodh më vonë, pra me të gjitha emrat që gjenden në listën e Epsteinit, sepse ky është thelbi i të gjithës kësaj. Në qoftë se kjo do vërtetohet, pra në një kohë të shkurtër që të dalin emra të tjerë nga ajo 3,5 milion fajle që janë aty, dhe në qoftë se këta do hetohen, atëherë mund të themi me plot bindjen që Epstein ishte një spiun. Një spiun tani mbetet të studiohet për kë, sepse normal që Izraeli ka qenë gjithmonë dhe është ende sot i lidhur me Amerikën dhe mund të jetë edhe një agent amerikan. Tani, të gjitha këto janë teori konspirative, por ju çfarë mendimi keni? Sepse, siç u thash, për sa i përket fizionomisë edhe sikur ai mos të ketë bërë kirurgji, sidoqoftë gjendet në një vend që është i izoluar dhe nuk mund ta gjesh. Tjetra është që në qoftë se kanë bërë një operacion plastik, s'ke për ta gjetur kurrë, dhe në qoftë se ai ka qenë një agent, informacionet që ka dhënë ne nuk i dim kurrë, informacionet e sakta, pra të gjitha, por janë një pjesë ato të fajleve që na servirin. Megjithatë, është një moment vërtet shumë delikat, sepse fajli i Epsteinit, ose fajlet e Epstein, ose çështja e Epstein, është vërtet tundi botën dhe unë mendoj që do tjetë edhe akoma më i rëndë, me fjalë ajo që do ndodhë më vonë. Në gjitha të pres komentet tuaja, natën e mirë.